NATO ka rrëzuar raketën e tretë iraniane që hynte në hapësirën ajrore të Turqisë. A është ky momenti kur konflikti rrezikon të përfshijë drejt për drejt një vend antar të NATO-s? Po patjetër, mendoj që është një moment në fakt përplasje midis NATO-s dhe Iranit. Kuptohet, shpresojmë që të mos kthehet një përplasje direkte, sepse ajo pastaj do të jepte përmasat e një lufte e cila mund të përshkallëzojë edhe mund të merrte edhe ndoshta përmasat e një lufte globale, por padyshim që Irani i vijon të ndërmarr hapa agresues ndaj vendeve fqinje, duke përfshirë edhe Turqinë, që është anëtare e NATO-s, edhe është hera e tretë në fakt që ne shohim një raketë balistike e cila interceptohet nga mbrojtja e NATO-s në Turqi. Hera parë ishte raketë e cila targetonte sipas Iranit një bazë në Kipro, një bazë greke në Kipro. Dhe ajo u interceptua, hera e dytë ranë në Turqi dhe hera e tretë ishte kjo e ditës sotme, dhe në fakt mbas interceptimit të raketës së dytë në Turqi, presidenti Erdogan tha që Irani rrezikon realisht të përshkallëzojë konfliktin me Turqinë dhe rrezikon realisht të prish marrëdhëniet e mira që Turqia ka me Iranin. E megjithatë, ajo që unë dua të them është që janë akte agresore këto, të një shteti agresor këto të Iranit, qoftë ndaj bazave amerikane në Lindën e Mesme, qoftë ndaj Izraelit, qoftë ndaj Turqisë, qoftë ndaj vendeve arabe, sepse siç ne e dimë, kemi një sër rafinerish nafte, por dhe infrastrukture civile, objekte të infrastrukturës civile në Bahrain, në Katar, në Kuwait, në Oman, në Arabinë Saudite, të cilat janë bombarduar nga dron iranian dhe nga raketa iraniane të regjimit të ajatollave. Pra sigurisht që këto veprime përshkallëzuese, agresore dhe të papërgjegjshme të Republikës Islamike të Iranit patjetër që rrezikojnë të ndjellin një konflikt midis NATO-s dhe Iranit drejt për drejt. Nëse një raketë iraniane do të godiste drejt për drejt territorin turk, a do të aktivizojë neni 5 i NATO-s, neni kaq shumë i përfolur? Shiko, është në fakt një pyetje shumë e drejtë që ti shtron, dhe duhet parë në detaje dhe si është zbatuar, sepse në fakt kjo raketë ka rënë në territorin turk, pra është një raketë e interceptuar dhe ka copëza ose pjesë të raketës, të rrime të raketës, cilat kanë rënë, mbetje të raketës, cilat kanë rënë në territorin turk. Megjithatë, në mënyrë se kuptojmë pyetjen tuaj, është që nëse një raketë në mënyrë të suksesshme godet Turqinë, godet një objektiv turk, qoftë civil apo ushtarak, ose një objektiv të NATO-s, qoftë civil apo ushtarak, aktivizohet artikulli 5, patjetër që po. Në bazë të artikullit 5, NATO do duhet i shpallte luftë Iranit zyrtarisht, të hynte në luftë me Iranin, dhe absolutisht një sulm ndaj një vendi të NATO-s është një sulm ndaj të gjithë vendeve sipas artikullit 5, për ta cituar edhe për publikun, kështu që në këtë kuadër Irani do të përballej me fuqinë kolektive të vendeve të NATO-s, të cilat të gjitha në kuadër të organizatës së NATO-s do të hynin në luftë me Iranin. Në këto momente ku ndodhemi aktualisht, kjo është raketa e tretë, a ka arsye NATO për të aktivizuar sinen? Apo do të ishte nxitim nëse aktivizohej ky nen? Do të ishte një hap i nxituar? Edhe kjo është një pyetje shumë e drejtë. Unë mendoj që në rast se një raketë godet me sukses një objektiv në një vend të NATO-s, atëherë patjetër që ka arsye për ta invokuar artikullin 5. Por në këtë fazë invokimi i artikullit 5 pa pasur viktima dhe pa pasur objektiva konkret të goditur, pra vetëm në fazën e interceptimit të raketave, do të ishte nuk do të ishte veprimi i duhur, sepse do të ta çonte NATO-n në një luftë drejt për drejt me Iranin, dhe të mos harrojmë në tira shumë e rëndësishme të thuhet kjo që Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe ne fatkeqësisht siç jemi të mbrojtur nga NATO, jemi dhe të rrezikuar në rast se NATO hyn në përfshirjet në një konflikt për shembull me Rusinë ose përfshirjet në një konflikt me Iranin, sepse raketat mund të vinë larg qoftë edhe këtu. Kështu që unë mendoj që në rast se Irani provon sërish dhe me sukses godet një objektiv civil apo ushtarak në një vend të NATO-s, patjetër që do të invokohet artikulli 5 të garantojë në tira që Irani do të kapitullojë shumë shpejt. Por në këtë fazë Iranit i duhet bërë me dije që nuk mund ta bëjë këtë gjë, por nuk jemi akoma në atë fazën kritike ku NATO duhet të veprojë. E kuptoj.
Ndërkohë pas së vrasjes së liderit suprem Ali Khameneit dhe ardhjes në pushtet të birit të tij Mojtaba Khameneit, a pritet që politika iraniane të bëhet më agresive apo të jetë më e kujdesshme? Si mendoni se do të jenë këto ditë pas zgjedhjes së liderit të ri? Shiko, Mojtaba Khamenei në fakt është një lider i pa fuqi, pa forcë, ai konsiderohet në fakt kukull e gardës revolucionare të Iranit. Pra në ndryshim nga Ayatollah Ali Khamenei, ati i tij, i cili kishte një fuqi mbi gardën revolucionare dhe ishte realisht lideri suprem, lideri aktual suprem i Iranit është një kukull e gardës revolucionare, e cila tani më ka marrë de facto pushtetin në Iran. Dhe mendoj që ky lider nuk do ta ketë të gjatë. Nga ana tjetër, politika iraniane është e goditur në sensin regjimi, se kur themi politik Irani, regjimi është, nuk është se ka një parti opozitare e Irani që të kundërshtojë regjimin. Pra regjimi iranian është i goditur dhe e vetmja shpresë për atë regjim do të jetë në rast se këta arrin një marrëveshje me Trumpin, ku Trumpi lejon të zgjedhin një ayatollah ose një mulla, një lider suprem i cili është i dakordsuar me amerikanët, që është një skenar në fakt, nuk mendoj që do ndodhë, por është një skenar. Ndërkohë që në këto kushte ku ne jemi tani, çdo lloj udhëheci suprem, i cili nuk është dakordsuar me perëndimorët, me amerikanët, do të vritet, e ka thënë vetë presidenti Trump, e ka thënë sekretari i shtetit Rubio etj. Kështu që dhe Mojtaba Khamenei, i cili tani më është në fakt i dëmtuar, nuk ka një këmbë ose ka një këmbë të vrarë nga një sulm të dëmtuar shumë keq nga një sulm amerikan. Edhe ai të plagosur, e the shumë mirë, të plagosur, po, edhe ai pritet të eliminohet, mendoj unë. Ndërkohë, gjatë kësaj jave kemi parë sulme dhe tensione të raportuara në disa vende të rajonit, në Jordani, Emirate, Liban e tjerë. Apo shndrohet kjo luftë në një konflikt më të gjerë rajonal? Patjetër, kjo luftë është përshkallëzuar tani më në një konflikt më të gjerë, sepse Irani ka sulmuar vendet qinje. Pra ka sulmuar Kuvajtin, ka sulmuar Omanin, ka sulmuar Arabinë Saudite, ka sulmuar Katarin, ka sulmuar Emiratat e Bashkuara Arabe, domethënë Irani ka ndërmarrë hapa agresiv ndaj vendeve që ka rreth e rrotull. Dhe në këtë kuadër sigurisht që i ka ndërmarrë këto hapa për të destabilizuar, për këtë luftën që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë vetëm Iran, nuk e kanë me vendet e tjera. Irani me koshiencë të plot, leadership iranian e ka shpërndar dhe tek vendet e tjera. Kështu që kjo Nertila është kthyer në një konflikt tani më, por shtyr një konflikt tani më rajonal për shkak të veprimeve beligerante dhe të papërgjegjshme të Teheranit zyrtar, që në shkelje të kartës OKB-s, në shkelje të ligjit ndërkombëtar, ka sulmuar pa asnjë casus belli, pa asnjë arsye, vendet e Gjirit Persik, vendet e GCC-së, Gulf Cooperation Council, pra ato petroshtetet pro-amerikane që unë përmenda më parë. Prandaj dhe ky konflikt është përshkallëzuar. Që në nisje të konfliktit, pra kur përhapën lajmet që është sulmuar Irani, ne kemi kthyer syt nga mujahedinët nga kampi që kemi këtu. A rrezikon që prania e mujahedinëve në Shqipëri ta kthej Shqipërinë, le të themi, në një objektiv të sulmeve të Iranit, apo nëse do të ishte diçka e tillë do të kishte ndodhur tashmë? Sulmet e Iranit në fakt kanë ndodhur, sepse në 13 korrik të vitit 2022 u raportua që pas sulmeve kibernetike të këtij grupit Homeland Justice të drejtuar ose të dirigjuar sipas gjithë inteligjencës që kanë marrë autoritetet tona nga Irani, Republika e Shqipërisë ndërprer marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Pra Irani nuk ka ambasador në Shqipëri që në vitin 2022 për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve. Dhe përveç kësaj pastaj pam dhe sulmin e para 2 ditëve, 3 ditëve, ku u hakeruan të dhënat ose emailët e ligjvënësve shqiptar, domethënë emailë personale, të cilat janë shkëmbyer midis deputetëve të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, të Kuvendit të Shqipërisë, që nuk i përkasin publikut. Dhe Irani mori, i voti dhe i nxori ky grupi, Homeland Justice, por që është proxy i Iranit. Pra, Shqipëria është bërë target nga Irani për shkak të mbajtjes së mujahedinëve. Po përveç sulmeve kibernetike, që ato ka qenë të pranishme, madje sot kryeministri Rama në një konferencë që pati pak më parë tha që sulmet nuk janë dalur asnjëherë vijojnë gjatë gjithë kohës. Përveç këtyre sulmeve kibernetike që me gjas do të vazhdojnë dhe kanë qenë të pranishme, a pritet një rrezik
më i madh, më i shtuar, pra rrezik i drejt për drejt? Shiko, rrezik ka gjithmonë, por mendoj që nuk ka nevojë për panik dhe dezinformim që Irani do të sulmojë me raketa Shqipërinë, nëse kjo është pyetja juaj, sepse unë nuk e shoh si një skenar të mundshëm, edhe shpresoj që mos të ndodhë në fakt, sepse Shqipëria është vend antar i NATO-s dhe në rast se një raketë iraniane prek një objektiv shqiptar, NATO do të hyjë në luftë me Iranin dhe Irani e di mjaft mirë që nuk e ka kapacitetin të përballet me fuqinë kolektive të NATO-s. Kështu që në këtë kuadër unë e shoh një skenar larg të mundurës, por që nuk është me 0%, domethënë nuk është ka një probabilitet sigurisht. Ndërkohë që agresioni që Republika Islamike e Iranit ka bërë ndaj Shqipërisë në vijim, domethënë me sulme kibernetike dhe me çdo gjë tjetër dhe me deklarata kërcënuese, vjon. Ndërkohë, a duhet të shtojmë masat vendet antare të NATO-s në Ballkan, përfshirë edhe Shqipërinë, masat e sigurisë? Shiko, po patjetër, shiko, Nertira, domethënë bota tani është një moment tjetër. Jemi në një moment ku forca, fuqia dikton rregull, dikton çfarë ndodh në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe nuk jemi më në atë rendin e vjetër të rregullave të shkruara, ai quhet rules based order, pra rendi i rregullave, të ligjit ndërkombëtar, të drejtave të njeriut e tjerë e tjerë. Jemi në një rend tjetër botëror dhe në këtë kuadër të gjitha vendet po marrin masa ushtarake që ta përballin këtë rend në rast se do të kenë agresion nga një vend tjetër. Dhe Shqipëria nuk ka nevojë të shoh Iranin dhe të ta çojë shikimin e Iranit, edhe pse Irani është i kërcënim, sepse në rajonin ton Serbia për shembull është një vend i cili kërcënon vendet fqinje dhe madje së fundmi Kroacia ka raportuar në NATO se Serbia ka bler ka bler raketa balistike nga Kina, raketa të cilat i posedon në fakt në Evropë vetëm Serbia, por vetëm Serbia ka bler raketa nga Kina të atij lloji, raketa të cilat mund mbajnë deri në 400 deri në 200 kg bomba që hidhen nga ajri, nga avion bombardues, avionët MiG-29 që Serbia e ka nga Bashkimi Sovjetik, dhe janë raketa me rreze deri në 400 km, pra që mund të prekin dhe territorin e Kosovës. Kështu që në këtë kuadër, siç Kosova po armatoset me FSK-n e cila është armatosur deri në vend dhe sigurisht Kosova investon shumë për ushtrinë në raport me prodhimin e brendshëm brutës sa Shqipëria, dhe Shqipëria duhet të bëjë të njëjtin gjë, të rikthejë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, të tranzitojë ekonominë e saj nga një ekonomi turizmi edhe haremllëku në një ekonomi ushtrie, në një ekonomi armatimi, në një ekonomi ushtarake, dhe sigurisht të armatoset në rast se larg qoftë do të ketë një agresion ndaj Shqipërisë, edhe pse Shqipëria është në NATO, është e mbrojtur, por sidoqoftë ne nuk mund të varemi vetëm nga NATO. Kështu që në këtë kuadër vendet duhet, përfshirë sidomos vendet si Shqipëria, duhet i marrin masat mirë, dhe kjo është një gjë që po bëhet edhe nga vendet e tjera, nga vendet demokratike, pra nga Gjermania, nga Britania e Madhe, nga Franca, të gjitha këto janë vende të cilat po kërkojnë që lëvizjen ato këmbare dhe alarmit që Evropa nuk është më ajo që ka qenë, dhe rreziku rus me pushtimin e Ukrainës është i madh. Tani më rreziku iranian, por dhe rreziqe të tjera. Prandaj është e drejta që thua ti që ka nevojë Shqipëria të përgatitet